Ju tregoj modele trikosh që i shikoni vetëm në pasarelat e modës. Shikojni. Shikojni edhe këtë tjetrën. Të gjitha janë të punuara nga Luce Marku, janë punim dore, me grep dhe me shtiza, dhe u habita kur më tha për çmimin. Do me thënë, një triko e tillë bën 25 euro, po e themi me euro, ose 2500 lek të reja. Ndërkohë që për të prodhuar një trike të tillë, sa ditë të duhen o Luce? Po si pas gjupit, po që gjupi vogël, 1 javë, po ke i madh 2 javë shkon. Po. Pra puna e dorës nuk paguhet. Nuk vlerësohet, nuk paguhet, siç. Që sa e bukur është dhe kjo me grep. Ta veshir ta shikojnë tamam të veshur këtë. Mbahet çiko Luce? Ja. Një triko e bërë e gjitha me dorë, këtu në vaun e Dejës, nga artizanet. Nëse doni punime të tilla, hajdeni në vaun e Dejës. Keni gratë të shkëlqyera që i qajnë. Zgjidhni modelin, ngjyrën, perin edhe keni trikon unike.